është një ndër pak ushtar të UÇK-s që nuk kemi dëgjuar kurrë që të përflet veten, ta madhroj për luftën dhe të cilët si mercenar. Ditën kur ka përfunduar lufta, ai ka vazhduar jetën e tij prehistoriani dhe është një ndër pak që ka marrë aeroplanin për ta përfunduar atë që quhet shkenca e tij që ai e don. Ai është historia. Është një prej njerëzve të cilët flitet pak, por që ka bërë shumë punë të madhe. Detaji më i rëndësishëm është që një delegacioni i cili është nisur për Paris në atë kohë nga malet e Berishës është nisur në kontrollin gati të tij të posaçëm. Ka qenë përballë, mëse paku po them, të 70-80 gazetarëve me një 20 makina përballë. Ai me humorin e tij dhe me gjermanishtin e tij ka qenë gati 2 orë përballë tyre duke treguar batuta dhe duke pritur Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe të tjerët për të nisur në aeroportin atëherë të kontrolluar nga serbët dhe në atë moment edhe nga Kejdomi ose ushtarët dërgëmtar. Ai është sonde jo për të rrëfyer për luftën, për arsye se atë kapitull e ka përfunduar Çemoti, por ka ardhur këtu që të bashkëbisedojmë për historinë. Besoni apo jo, ky është historiani Nuri Bexheti, në profesor në departamentin e historisë në Fakultetin Filozofik të Prishtinës. Ajo që e trajtoi zoti Schmidt është perandoria osmane dhe funksionimi shqiptarëve brenda perandorisë. E vërteta e shqiptarëve në perandorinë osmane gjendet në Stamboll. Ndoshta Stambolli është qyteti më shumë të shqiptar që ka pas, më shumë se Tirana dhe Prishtina, dhe më shumë se Shkodra dhe Shkupi dikur si vilajete të perandorisë osmane. Dhe aty ka pas ushtarak të mëdhej, ka pas filozof, ka pas letrar dhe ka pas politikan të perandorisë. Si mbës ka pas, bosnjakët dhe shqiptarët kanë qenë shpirti i shtetit Osman Ballkan. Pa bosnjakët dhe shqiptarët, pa pashallarët bosnjak dhe shqiptarë, pa këtë armat administratorësh dhe ushtarakësh, ka qenë e vështirë që shteti Osman t'i bëje ballë në det Venedikut dhe në fushat e Hungarisë Habsburgëve. Këtë e kanë konstatuar shkencëtarët të mëdhej para nesh, dhe kjo është e ditur në historiografinë evropiane. Ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Problemi të dy popujve mëndej është që kur ka ra shteti Osman, bashkë me rënien e kësaj perandorie kanë radhë bosnjakët me shqiptarët. Dhe një dallim që të duam ta bëjmë. Shekulli 19 dhe 2 dekadet e para të 20-s janë periudha ku shteti Osman ka vetëm rënje. Shekujt e parë nuk janë rënje, janë ulëzim. Ka një administratë e cila në disa aspekte është para administratës perëndimore. Ka një tregti të lirë, ka një komunikim të hapur mes popujve, nuk ka bariera doganore, nuk ka grindje mes princeve ballkanik si ka qenë para ardhes osmanëve. Kjo është e ditur. Po një nga problemat më dha të historiografisë shqiptare është islamizimi. Ne nuk e kemi dhënë përgjigje definitive. Si ndodhi që ne cepi në vitet detit ku jemi, ne u bëm musliman, e su bëm bullgarët që janë më afër tyre, nuk u bën grekët që ishin në administrim të drejt për drejt. Realisht Schmidt në një mënyrë dha përgjigjen në një intervistë, por kjo shumë faktor. Mandej a janë zgjeruar shqiptarët kur kanë ardhur osmanët apo janë të kurrur? Ka tezat e historianëve serioz, një repetire që përveç Shtadmyllerit është edhe Hasan Kaleshi, që mendoj se ne kemi në hak shumë, që thotë se shqiptarët ja kanë po hajrin pak në fillim shtetit Osman, janë zgjeruar ka pak në territore. Kësë ka të keqet tuhet, këtë popët zgjeruar dhe të kurën. Pse duhet ne të kemi këtë breng? Hungaria e sotshme ka humbur 2/3 e territorit. As det nuk ka, alamet qytetesh i ka humbur. Ka një Kosovë brenda Vojvodinës, edhe Romanisë. Territor sa 2 Kosova kanë pas që i kanë ngel Serbisë, territor sa 2 Kosova e ma shumë i kanë ngel një Kosovë kanë ngelur nën Slovakinë e sotshme e mos flas territoret.